Në çfarë mënyrë haxhi duhet tek njerëzit ta thekson këtë rëndësi të tauhidit. Se ne dimi se Allahu nuk fal që ti bëhet shirk, që ti do të llogaritet dikush i barabartë me Allahun në adhurim. Kjo është çështja themelore, kjo është çështja bazore e fesë Allahut Azza wa Jall. Dhe normal edhe në haxh, edhe në çdo ibadet, patjetër që kthehet besimtari taj thelbi i Islamit, pa të cilën nuk vlen asgjë. Sado që t'jetë udhëtimi i gjatë, sado që t'jetë mundi i madh, sado që t'jetë koha, shpenzimi, harxhimi, në fund pa këtë që u përmend, pra pa la ilaha illallah, pa thelbin e fesë, nuk vlen asgjë. Pse jemi në haxh? Për hir të Allahut Azza wa Jall. Çdo ibadet njeriu që e ban, ta ban me përkushtimin më të madh që ky ibadet dhe çdo ibadet tjetër i takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Ne ty të përgjigjemi o Allah, për ty ne kemi ardhur deri këtu. Jemi përgjigj thirrjes tënde, po edhe namazin, edhe agjerimin, edhe zekatin, edhe haxhin, edhe krejt ibadetit, gjithë jetën më ia kushtu. Një herë me prish shahadetin, bie në ujë krejt.